Kjo recetë bën vërtet diferencën me çdo lloj petulle që keni provuar. Janë të buta si pambuk, nuk marrin as pak vaj dhe përgatiten shumë lehtë e me pak përbërës. Hej, përshëndetje, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe Isea sa po e dëgjoj që unë po thoja jam Adisa nga Adisa's Kitchen, erdhi me vrap, tha dua karrike dhe do gatuajmë bashkë. Gocat sot që me mëngjes më kanë kërkuar petulla, prandaj do bëjmë ca petulla shpejt e shpejt me qumësh, sepse i kam premtuar që duja bëj pas dite, kështu që hajde t'i bëjmë bashkë. Na duhet gjysmë gote qumësh dhe gjysmë gote ujë i vakët, pra të dyja të vakta. Dua t'ju falenderoj nga zemra për të gjitha komentet pozitive që bëni në videot e mia, për çdo like, për çdo share dhe për çdo subscribe të ri. Tani do të shtojmë një lugë gjelle sheqer, do t'jem petulla me krip, por sheqeri duhet për të aktivizuar majan. Tani do të shtojmë një lugë gjelle, jo plot, kështu siç e shihni në video, me maja. Do e trazojmë dhe do e lëmë 10 minuta sa aktivizohet majaja. Gjithashtu duhet t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Tani brumi e ka bërë kohën e pushimit dhe jemi gati për të vazhduar me përbërësit e tjerë. Do të shtojmë një lugë çaji krip. Tani do të shtojmë një vezë. Ndihmoj pak mami? Do bësh ti. Shpejt, po presin tetat. Të lumt, mama. Do me trazoj në mënyrë që veza të shpërhapet, merë. Tani do të shtojmë mielin, me gota do e masim. Do të duhen pak më shumë se 3 gota miell, gjithsesi do e shohim me. Na duhet një brum disi i butë, elastik, ndoshta pak sa ngjitës në duar. Shtojmë gotën e parë dhe trazojmë. Gota e dytë e miellit. Kemi gotën e tretë me miell. Vazhdojmë e punojmë brumin me duar. Me duhet? Pse me duhet, mama? Sepse kështu duhet, mama. Pse ndu? Edhe ti do prita bëj mami pak brum të fort. Kemi gotën e katërt me miell, do e shohim nëse do na duhet e gjitha. Vazhdojmë e punojmë brumin, gotën e katërt, nuk e kam hedhur të gjithën me miell, kam mbetur pak në fund, e matur në gram do të jetë 550 deri 600 gram miell. Në fund fare do i shtojmë një filxhan kafe me vaj ulliri, afërsisht ose vaj tjetër që keni ju në shtëpi, dhe do vazhdojmë ta punojmë derisa e merr të gjithë vajin. Do duhen 5-6 minuta. Kështu struktura e brumit do t'jetë edhe me elastike dhe petullat do t'jenë më të shishme, bën shumë të shishme me këtë vaj që shtot në fund, bën vërtet diferenca. Tani brumin e kemi gati, e kam ngjeshur mirë dhe do e lëm të vi për afërsisht 1 orë sa e gjithë masa e brumit dyfishohet. Tani e lëm brumin të bëj kohën e pushimit, pra të vi dhe pastaj të vazhdojmë të bëjmë petulla, do bëjmë ca petulla shumë të lezetshme që bën si pambuk dhe nuk marrin as si pik vaj. Brumi e ka bërë kohën e pushimit, e kam lënë pak më shumë se 1 orë, dhe tani do vazhdojmë duke e ndarë në kulaçka të vegjël. Nuk ka nevojë ta ngjeshim shumë, thjesht do punojmë pak me duar. Dhe tani do e ndajmë në 8 kuleç të vegjël. Brumi është disi ngjitës në duar, prandaj kam lyer duart me pak vaj dhe do vazhdojmë të punojmë kulaçkat.
Të njëjtën gjë do të bëjmë me të gjitha pjesët e brumit që kemi ndarë. Kulaçet i kemi gati, pra kam bërë 8 kulaç të vegjël. Tani secilin top e vendosim në një sipërfaqe të lyrë me pak vaj dhe hapim kështu me duar një pet pak më të vogël se pëllëmba, bëhet shumë lehtë, mos keni merak. Kështu do të bëjmë me të gjitha topsat që kemi bërë për petulla. Tani jemi gati për skuqje, kam vënë në zjarr një tigan me vaj të bollshëm dhe do fillim të skuqim petullat një nga një. Kam vendosur për të skuqur petullën e parë. Kush do i provoj këto petulla, do më kujtoni se sa të shijshme dhe sa shumë do ju pëlqejnë, sidomos fëmijëve. Kjo recetë bën vërtet diferencën me çdo lloj petulli që keni provuar. Janë të buta si pambuk, nuk marrin as pak vaj dhe përgatiten shumë lehtë e me pak përbërës.